blen, harxhon qindra milion euro për të bler aparaturën në për spital. Por sëmundja e qytetarëve, sidomos e pensionistëve, nuk shkon drejt në spital. Sëmundjet fillestare njerëzit përplasen në ambulancat e lagjeve. Pastaj edhe te specialitetet. Në qoftë se sëmundja do parandalohet në këto dy institucione, atëre do shkurtohet dhe sasia e të sëmurëve që do shkojnë në spital, që qeveria në spital do harxojë shumë të mëdha parash. Atëre, pse nuk i furnizon këto spitale që njerëzit mos shkojnë në privati? Zoti Dyshniku, ju personalisht, por edhe pjesa e pensionistëve, a e ndjejnë dorë në qeveri sa i përket në lehtësimin e pjesës së trajtimit mjekësor? Qeveria është turp të thuash që na mbështet. Nga 100% që duhet na siguronte, na përballonte, ky na e vet rreth 20%. Po jam të marr një shembull. Është një ilaç për tensionin. Quhet Kalistra. Deri para disa vjetësh, ajo po ta blesh privatisht, e ka çmimin 23.000 lekë vjetra. Tani, kur ve me marrim tash, ai thot, farmacia që shko me marrim, ai thot 11.000 lekë të pranoj unë, 12.000 lekë do i paguash ti, thot, nga xhepi. Nuk e di janë kuptuar. Pra, ilaçet, ky thot rimbursim. Po ama gjysmën e atyre ilaçe do ta paguaj unë, pensionisti. Po s'është një vetëm ilaç. Pastaj këto barnat që janë për sëmundje nervore, pa vitamina, analiza të ndryshme për vitamina, kripë minerale tjera, nuk i bën shteti fare. Po një analizë hekur i bën 40.000 lekë. Një analizë e vitaminës D bën 30.000 lekë. Me çfarë do t'i përballoj pensionisti këto? Ose një analizë e gjaku që bën ambulanca ose poliklinika e lagjeve, do vish të pas 2 muajsh, se ka rradhë. Po mirë, e ka problem këtë të shtoj një laborant, të shtoj një infermier, të shtoj reagentët me cilët bëjnë analizët, edhe njerëzit bëjnë analizët brenda javës, se ka i sëmuri, që do presi një muaj që të bëjnë analizën. Pastaj filloi mjekimin, atëre nuk rëndohet shëndeti i pensionistat? Pse se shikon të aty? Sa të harxoj miliarda aty në spital, se unë kam qenë vetë spital, i kam parë aparaturën të mbuluar në plasmas. 7 salla operimi të mbuluar aparaturën, se që s'përdoren. Po aq poshtësi se kam thënë disa herë në mund. Ora unë më bllokua veshka, edhe kur më shtrinat jep tha mo, ku e ke tubin që të shkoj veshën, të rrjedhi urina. Se ne s'kemi si spital. Kam blerë me miliona euro kam blerë ato pajisjet, te ajo, te tubi, s'kishte spitali. Mos o me mëndi s'kishin, po do i bënin gjirë farmacive, edhe i tubi bëndin 185.000 lekë, vjetra. Sa 2 pensione kooperativisti. Si mund t'i përvëlloj pensionisti këto? Se kjo thot, shërbime shëndetësore shkëlqyshëm. Shkëlqyshëm, se vajti vetë kjo t'jedhe mbizin tërë, me drejtorë, me rektore tërë, të kokaptia. Po mua pensionistit. A ka përgjegjësi direkte Edi Rama në këtë rast? Po pse kush ka përgjegjësi? Përgjegjësia e parë e këtij është se ky ka mbyllur gojën popullit qëllimisht, me djallëzi. Populli nuk kanë kohë. Nuk kanë kohë, s'ka ku ankohet. Prandaj, o je blek, o shkon e vret infermierin edhe mjekun. Prandaj shtrohen krimet. Se s'është vetëm mjekësia më që nuk kanë kohë njeriu. Po ju si e zgjidhut këtë rast? Ju si e zgjidhut këtë rast? Ju si e zgjidhut këtë rast? Privatisht. E zgjidhë privatisht, pare, bam, atje mjekut të spitalit, edhe u voton. Ore mos pranoj urgjenca. Më pa mua veshën e bllokuar, edhe te klinika private se shteti do mas 1 muaj, 2 muaj të bësh atë ekun e veshkave. Vajta privatisht, që unë isha 40 temperaturë, më blokova veshka, marrova. Edhe shkova atje, me statën.
me 107-ën. Sa pa në emrin ati mjekut kishte mjeku i tyre i klinikës private. O, tha, ka thënë me të tyre. Do i marrin këtyre shvetës, ne nuk përfitojmë gjë nga ky, po ta shtrojnë. Edhe më tha mua, shko në lagje, të japi rekomandim te specialisti, ai të çojë te konsultat pa të shtrohesh ti. Pra mbas 2 javësh, 3 javësh do shtrohesh në spital unë do të vdes. Ky është shëndetësia jonë. Me propagandë nuk ndërtohesh shteti me propagandë. Edhe fakti që ky ka mbyllur gojën popullit të ankohet, ky është krimi më i madh që i ka bërë Edi Rama popullit shqiptar, kombit shqiptar. Ke një problem në lagje, s'ke ku ankohesh, s'ke ku i drejtohesh, nuk ke ku të drejtohesh. Ne votojmë për pushtetin vendor. Çfarë zgjidh pushteti vendor? Në derën e Bashkisë Tiranës nuk të hap njëri derën. Edhe bashki, ndalohet hyrja për qytetarët e qendrës. Këtë kuptim ka mbyllja dyrave. Ky është krimi më i madh. Po, zoti Dyshniku, a mendoni se ka i strategji të Edi Ramës për t'i zvarritur zgjidhjen e çështjes pensionistëve apo duke i mbajtur me lëmosha të tilla në mënyrë që të zvoglojë numrin e tyre që derisa të ndrojnë jetë pjesa më e madhe? Strategjinë unë e thash. Strategjia ka filluar në 90-ën. Në bashkëpunim me Bashkimin Evropian. U shkatruan ekonomia, ikën njerëzit jashtë shtetit, këtu prodhimi mbaroi, njerëzit pa punë, filluan vjedhjet, krimet. Kurse pensionistët të tjerët mase gjetën mundësi për të punuar, për moshën që kanë, për aftësitë që kanë. Kurse pensionistët janë viktima e parë e këtij regjimi kriminal. Për t'i ikën nga këtë dyja. Se e zëmë se ky s'ka lek, e thash dhe i çfarë. Morë blutë shumë. Pse nuk ballafaqohesh me ankesat tona? Të na sqarosh, pse s'flet? Kjo është një përbuzje, kjo është një domethënie. Ai me këtë trajtim që i bën pensionistat, ai thotë, më hiqen qapet më këta të vdesin, ti e hap. Rinia do ikë jashtë shtetit, këtu pastaj do bëj ai si doj. Se këta thonë, o sa mirë me ke shqiptar. Çfarë shqiptar ti? Po edhe sklav ti je shqiptarje. Nuk të ndryshon edhe në Afrikën e Jugut shkosh i shqiptarje. Po çfarë do shqiptari jepa? Do hyn bëje. Si do hysh bëje? Do hysh si sklav? Do hysh si dipës, si hajdut, apo si qytetar me kollare? Ide. Këtë se thotë ky bën propagandë. Europa e mbështet. Mbase kshu është plani. Nuk e di. Për mua që kam parë kapitalizmin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Michigan, ky është rend sklav pronar apo feudal më mirë. Këtu s'ka asnjë lloj një gjë s'ka këtu. Zoti Dyshniku, a do ketë protesta të pensionistëve, duke qenë se ju keni paralajmëruar se që nga vjeshta e në vijim mund të ketë protesta ndaj qeverisë për të kërkuar të drejtat e tyre, në këtë rast pensionistët? Shiko, unë e kam thënë që duhet protestuar. Por unë jam zhgënjur totalisht. Duke filluar nga 11 maj, nga votimi, dhe më mbrapa. Unë këto probleme që kam ngritur sot, i kam ngritur edhe në protesta, edhe në 10 intervista që kam dhënë në televizione, podcaste e tjera, portale të ndryshme. Partitë opozitare, pa asnjë preshtim, asnjë nga mbështetur. Në Shqipëri mungon elita intelektuale. Subet von fare se pensionistët vuajnë në njerim. Rrinë për klube, marrin rroga të mira, edhe fëmijët kanë për puna me deputetë e tjera, edhe s'do të di fare për pensionistët. Se mund t'jetë dhe prindët e tyre të tillë pensionistë. Po thotë, rriti që duhet ty do të protestosh. Të mbaj unë 2 lekë. Po ky lloj babai apo nëne i këtij deputeti e ministri, ai e trajton vetë si qen, që i hedh çuni një kocë edhe ky e shgojnë, e mbyll gojën. Ai do të luftoj për dinjitetin e tij, për djersën e ballit që ka punuar të jetën. Do të marrë pension dinjitoz. Ka marrë fund kjo punë. Ja shitur, janë blerë. Prandaj partitë politike, këtë që të gjykohet, të bëhet gjyqi i historisë pensioneve, që janë 90-ta, si fillojnë,
edhe si janë rrënjët e qia, kush janë shkajtët e këtij pensioni, jo bonusit. Këta thonë, minimumi aty, si indeksimi dhe bonusi. Nuk është jo. Është themeli. Themeli si u fillua, si u llogarit pensioni fillestar. Me atë 2.000 lekë e vjetër për kooperativistin apo për minatori.